Në qendrën për hapje dhe dialog u hap ekspozita Shqipëria 1921 Eugeno Pitarg. Ekspozita është një udhëtim unik nëpër historinë dhe identitetin shqiptar, përmes objektivit të antropologut dhe akademikut të shquar zvicerian. Ekspozita sjell për herë të parë për publikun shqiptar një koleksion fotografish të realizuara në vitin 1921, ku pasqyroheshin njerëzit, traditat, qytetet dhe peizazhet e Shqipërisë të asaj kohe. Vizitorët ndoqën edhe një film dokumentar dhe pan përmes një material arkivor instalativ që ndërthur historinë me teknologjinë bashkëkohore, duke ofruar një përvojë ndijoje dhe emocionale të jashtëzakonshme. Të pranishëm në ceremoninë e inaugurimit ishin personalitete të shumtë. Gjatë mbrëmjes u promovua edhe katalogu zyrtar i ekspozitës, që përmbledh veprat dhe dokumentet e rralla të propozuara në këtë projekt, i cili do të qëndrojë i hapur për publikun shqiptar deri me 13 nëntor të vitit 2025. Pitarg kontriboi fuqishëm për të drejtat e Shqipërisë për sovranitetin e saj dhe luajti një rol vital në pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve. Së bashku me gruan e tij Helena Pitarg, ai erdhi në Shqipëri dhe takoi figurat më të njohura politike dhe kulturore të Shqipërisë të viteve 1920.